Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Prokuroria e posaçme po shqyrton kërkesat e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për vendosjen e 5 të dënuarve në regjimin e ashpër 41 bis, pra në izolim total. Sipas raportit vjetor të SPAK-ut, ata mbahen në monitorim për komunikimet dhe kontaktet e dyshimta me element të krimit. Nëse gjenden prova bindëse, vendimi për izolimin në këtë regjim të posaçëm firmoset nga Ministri i Drejtësisë sipas modelit italian të përdorur kundër mafjas. Një i burgosur në fushë krui rezulton të jetë porosit si një sasi eksplozivi në makinën e një 32 vjeçari e që shpërtheu në Tiranë më 10 mars. Blut e kryeqytetit arrestuan 7 persona pjesë një grupi kriminal të përfshirë në realizimin e porosisë nga qelia, siç dyshohet për një borxh nga pazare droge. Sot u zbulua në kohë një sasi lëndë plasëse në një kamion në Spaç të Mirditës. Rreth orës 8, administratorja e një subjekti minerar njoftoi policinë se në parkingun e subjektit në një kamion ishte konstatuar një qese që dyshohet se përmante lëndë plasëse të pashpërthyer. Ndërkaq, në Lezhë po avancojnë hetimet për tritolin që dje shpërtheu në makinën e një agjenti policie. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Partia Demokratike do t'i nënshtrohet një procesi të brendshëm zgjedhor. Kryesia përcaktoi afatet ku deri më 30 prill duhet jetë përmbyllur zgjedhja e kryetarëve në rreth 50 deg të Partisë Demokratike në vend. Më 23 maj mbahen zgjedhjet për drejtuesin e ri të Selis Blu e në fillim qershori mblidhet kuvendi kombëtar. Po ashtu kryesia ngriti grup pune për ndryshimet statutore. Sali Berisha sulmoi ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, duke thënë se sillet në Bruksel si ambasadori i Edi Ramës dhe jo i Bashkimit Evropian. Gjithashtu kryetari demokrat hodhi poshtë pretendimet se opozita shqiptare ndjek një agent MAGA. Sepse të shpallish akshin problem kulturor të shqiptarëve në Bruksel, siç ka bërë zoti Gonzato, ky është shërbimi më i keq që u bën shqiptarëve. Gënjeshtra e dytë e madhe e tij është në komunitet ndërkombëtar për Partinë Demokratike, se agenda jonë është MAGA, agenda jonë është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me njëherë pas deklaratave të Sali Berishës nga mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike reagoi Ervin Saliani, duke theksuar se opozita nuk mund të bjerë në kurthin e ndryshimeve të njëanshme në kushtetutën e partisë dhe as të sulmojë ndërkombëtarët. Saliani nënvizoi se nuk ka shërbim më të madh për Ramën se të veprosh si ai. Lajme nga rajoni. Një person u vra dhe një tjetër u mbeti i plagosur në Gjakov, ku autoritetet thanë se janë në kërkim të autorit të dyshuar. Policia njoftoi se në orën 5:30 të mëngjesit mori informacion se 2 vetë ishin qelluar me armë zjarre. Njëri prej tyre vdiq në vendngjarje nga plagët. Deri tani zyrtarisht nuk jepen detaje për motivin. Sot u mbush një vit nga tragjedia e Koçanit në Maqedoninë e Veriut, ku një zjarr në një diskotek ju mori jetën 63 personave dhe lëndoi mbi 200 të tjerë. Në të njëjtin vend dhe në të njëjtën orë 12 muaj pas tragjedisë, familjarët e viktimave qëndruan në heshtje në nderim të atyre që humbën jetën, ndërkaq që vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. Lajme nga bota. Donald Trump paralajmëroi NATO-n se mund të ketë një të ardhme shumë negative nëse nuk kontribuon për hapjen dhe sigurinë e ngushticës së Hormuzit, rrugë e rëndësishme e transportit të naftës në botë. Presidenti amerikan i bëri thirrje edhe Kinës të ndihmojë, me që rreth 90% e naftës që importon kalon përmes kësaj ngushtice. Shtetet e Bashkuara janë pranë prezantimit të një koalicioni për të shoqëruar anijet në Hormuz. Lajmin e raportuan Wall Street Journal dhe Axios. Dy mediat shkruajnë se këtë javë pritet njoftim nga administrata Trump lidhur me bashkimin e shumë shteteve në koalicion për të vepruar gjatë luftimeve apo pas një armpushimi. Kina reagoi duke kërkuar që Shtetet e Bashkuara të korrigjojnë menjëherë ato që Pekini i quan sjellje të padrejta në tregti, ndërkohë Trump lëshoi kërcënime të reja ndaj Iranit, se Amerika mund të godasë ishullin e naftës Harg brenda 5 minutash dhe akuzoi Teheranin për përhapje dezinformimi. Kompanitë e mëdha të naftës paralajmërojnë se kriza mund të përkeqësohet, ndërkaq që Izraeli vlerëson se lufta në rajon mund të zgjasë të paktën edhe 3 javë, se sipas autoriteteve izraelite mbeten mira objektiva për t'u goditur. Natën ushtria ndërmori një ofensiv të gjerë ndaj Teheranit. Irani deklaroi se nuk është i gatshëm për negociata dhe ju ka bërë thirrje aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mos ndërmarrin veprime që mund të zgjerojnë konfliktin. Ndërkohë janë raportuar sulme me dron ndaj Dubait, ku aktiviteti i aeroportit u pezulluar përkohësisht e kjo solli kaos në fluturime, dron edhe në Arabinë Saudite.
Bashkimi Evropian shqyrton forcimin e një misioni për ngushticën e Ormuzit, edhe pse për Gjermaninë zgjidhja e krizës në gjirin persik duhet të vijë në negociata. Ndërkaq Mbretëria e Bashkuar po mendon të dërgojë dron për pastrimin e minave detare. Art dhe kulturë. One Battle After Another, një betejë pas tjetrës, si Paul Thomas Anderson dominoi ceremoninë e 98 të ndarjes së çmimeve Oscar në teatrin Dolby në Los Angeles. Antarët e Akademisë e veçuan si filmin më të mirë të 2025-s, duke zgjedhur mbi favoritin Sinners të Ryan Coogler. Komedia romantike për ish revolucionarët që përballen me pasojat e së kaluarës së tyre fitoi 6 statuja, përfshi regjisorin e aktorin më të mirë mbështetës Sean Penn, skenarin më të mirë të përshtatur, montazhin dhe për herë të parë në historinë e Oscarëve kastin më të mirë. Çmimet për aktorët më të mirë protagonist shkuan tek Michael B. Jordan për Sinners dhe Jessie Buckley për Hamnet. Ceremonia Oscar u transmetua live në Top Albania Radio dhe Top Channel. Two People Exchanging Saliva u vlerësuan me Oscar në kategorinë e filmit të shkurtër në ceremoninë e mbajtur në Los Angeles. Luana Bajrami e pranoi çmimin bashkë me kolegët. Bajrami u përshkrua si aktore nga Kosova, ku 25 vjeçaria ka lindur, por familja e saj është shpërngulur në Francë, ku edhe jeton. Parashikimi i motit. Moti mbetet me kthjellime, por gradualisht do të ketë shtim të vranësirave mesatare deri të dendura. Rreshe shiu priten pas ditën në ekstremin jugor me intensitet të ulët. Në mbrëmje do të përhapen në jug dhe kryesisht në jug perëndim, duke sjellë shira të herpashershëm dhe shtrëngata afat shkurtra. Temperaturat variojnë nga 1 deri në 22 gradë Celsius.